Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Podart me Kesin. Aty ku ëndrat nuk janë të vogla për vetëm në fillime. Me mua sot nuk është një i ftuar, por janë disa, të cilët do t'i prezantojmë një nga një jashtë studios. Performanca që sapo ndoqëm ishte nga Tiam edhe Aigi. A mund në bësh një prezantim të shkurtër të vetes? Unë jam Tiam Ergjoni. Unë jam 8 vjeç. Unë studioj në shkollën Shamil Granjaku. Unë los piano edhe ma pëlqen shumë. Sa kohë ke që ke nisur kursin e pianos? Unë kursin e pianos kam nisur që nga vjetori. Tiam, a ke ndonjë pjesë të preferuar që e ke mësuar dhe ke shumë dëshirë që ta luash tani në piano? Po, Old MacDonald. A mund ta këndoj edhe unë me ty? Po. Okej, 1, 2, 3. McDonald's had a farm, E-I-E-I-O. On their farm they had some cows, E-I-E-I-O. And moo-moo here, moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. Bravo! Keti ndonjë urim për gjithë fëmijët për këtë fest? Urimi im për një qershorin është të uroj gjithë fëmijët edhe gëzuar një qershorin. Shpresoj të gjithë fëmijët të jenë të lumtur. Si që pam, edhe Aigi performoj në violin. A patë ti emocione gjatë kësaj performance të vogël? Po, pata pak sepse nuk jam mësuar mirë me kamrat. A mundesh edhe ti Aigi të na bësh një prezantim të vogël të vetes? Kënaqësi. Përshëndetje, unë jam Aigi Feçani, jam 8 vjeç dhe studioj në shkollën artistike Onufri. Për 3 vite studioj veglën e violinës. Çfarë do doje ti Aigi si dhuratë për një qershor? Të doja një violin të re. Është pjesa jote e preferuar dhe a mund ta luash pak? Pjesa ime e preferuar është The Happy Farmer. Përshëndetje dhe ja ku jemi këtu me Vanesën. Ajo është në klasë të 5 edhe është shumë e talentuar në fushën e kërcimit. Përshëndetje. Vanesa, na prezanto pak më mirë veten dhe më thuaj se sa vite ke që merresh me kërcim. Unë quhem Vanesa Sula, jam 10 vjeç, studioj në shkollën Shamil Granjaku dhe jam në klasën e 5. Unë kam 5 vjet që merrem me kërcim. Çfarë zhanri të pëlqen më shumë që të kërcesh? Zhanri që më pëlqen më shumë të kërcej është modernja, sepse ndjej më shumë veten tek ajo. Di që ke marrë pjesë në koncerte të shumta, po cili është ai që të kalon pak më shumë brez? Një nga koncertet e fundit që kam bërë ishte në tek teatri Skampa. Aty kam performuar kërcimin Papaute dhe ajo më kalon breza sepse kam bërë shumë prova dhe mendoj se ka më dalë shumë mirë tek kërcim. Ti the që kërcimi që të kalon më shumë breza ka qenë ai i Papautes. Po, a mund na bësh ose a mund na kërcesh një pjesë vogël tani? Okej, po të njëjtin pra. Okej. Dites-moi d'où il vient,
Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien mieux qu'être mal accompagné. Ja ku jemi këtu me Amarën. Ajo është në Kopësh dhe është shumë e talentuar në kërcim. Përshëndetje Amara, na fol pak për veten. Unë jam Amara, unë jam 6 vjeç, mua më pëlqen shumë që të kërcej. Ku ke filluar ti që të kërcesh? Unë kam 1 vit që kam filluar të kërcej. E po të uroj shumë suksesa. Shumë faleminderit. Cili është kërcimi jot i preferuar? Unë kam preferuar kam gimi që ta kërcej. Bravo, Sonia. Po tani, do bëjmë një lojë të vogël? Mirë. Hajde. Çfarë dhurate do t'ja marra për një qershor? Unë kam dëshirë që të shkoj në Amerikë. E po shpresoj që kjo dëshirë të plotësohet. Shumë faleminderit. Të lutem. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la la. Back off from my fella, Gabriella, back off, Gabriella, la la. 'Cause you can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella, Gabriella, hands off, Gabriella, la la. Kjo është qofik zjarri. E fik zjarri kjo. Qa që jo? Është në policisë. është i mirë gjatë i polici? Po. Shumë i mirë? Po. Bravo. Hajde shpëtë. Shta më shakishe ti? Bravo. Bravo. Shpresoj që këtë podcast ta keni shijuar pak sa edhe unë. Dhe gjithashtu shpresoj që çdo urim i çdo artisti të vogël të ketë mbërritur në shtëpitë e çdo fëmije. Edhe një herë gëzuar një qershorin dhe për episodin e radhës shihemi në Elbasani On.